Ajo që për ne është një dhuratë, është edhe një përgjegjësi, shërbesa meshtërake, është edhe një zgjedh, është edhe një peshë, por që nuk është e jona, është e tia. Dhe kështu që ne bëjmë një mision që sa është i joni, është i ti. Dhe kjo duhet na bëjë të lirë, normalisht. Kur ne mendojmë se kemi ne krejt barën, mendoj që këtu pastaj hyn ajo që quhet pak ideja jonë e super njeriut, e mbi njeriut, një transferim religioz i mbi njeriut Nietzschean. Edhe është një tundim i madh. Por ndoshta do të thoj edhe një gjatë tjetër. Kur Jezusi thot barra ime është e lehtë, zgjedhja ime është e ëmbël, do të thotë se e mbani barrën bashkë me mua, e mbani zgjedhjen bashkë me mua. Për ata që e njohin zgjedhjen, e dinë se zgjedhja ka dy kular, për dy qe, për dy buj. E duket sikur Jezusi po thotë që në këtë zgjedhje me dy vende, në njënën jam unë, tek tjetra ju. Dhe e mbajmë bashkë. Tërheq edhe unë bashkë me ju. Ju nuk jeni vetëm, luftoj dhe unë bashkë me ju, në jetën tuaj, në sfidat e juja, në plagët e juja, në ato problemet ekzistenciale t'jujat. Jam edhe unë bashkë me ju, luftoj me ju dhe për ju. Zgjedhja nuk është një, zgjedhja është për dy vende. E tërheq unë bashkë me ju barrën, që është barra ime, është pesha, ngarkesa e imja, për unë bashkë me ju. Dhe kjo, dashur vëllezër e motra, na jep shpresë se nuk jemi vetëm. Nuk jemi vetëm në ato mundimet tona baritore, nuk jemi vetëm në ato mundimet tona të mbrëmshme, nuk jemi vetëm në ato momente e errta që kalojmë përgjatë ekzistencës tonë, nuk jemi vetëm në këtë rrugtim tonin, sepse kemi zgjedhjen e tij, kemi barrën e tij dhe ai e mbart bashkë me ne.